Një paradë ushtarake tradicionale u mbajt në Paris me rastin e festës kombëtare të Republikës së Francës, ditës së Bastilës, dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mori pjesë në paradë si vetmi udhëheqës i një vendi që nuk është antar i NATO-s, Bashkimit Evropian ose koalicionit vullneti, dhe presidenti i parë i Serbisë që mori në ftesë për të marrë pjesë në paradën ushtarake me rastin e festës kombëtare të Francës. Vučić theksoi se është një nder i madh për vendin tonë dhe falenderoi presidentin Emmanuel Macron, i cili, siç tha ai, edhe një herë konfirmoi miqësinë e tij personale dhe respektin e madh për Serbinë me këtë ftesë. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić tha se dialogu strategjik midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të fillojë të premten në Washington. Është një nga lajmet më të rëndësishëm në marrëdhëniet midis dy vendeve në vitet e fundit dhe një mesazh i fortë jo vetëm për Serbinë, administratën tonë dhe popullin tonë, por edhe për institucionet amerikane, se Serbia perceptohet si një vend partner dhe mik, tha Đurić për radio televizionin e Serbisë. Ai shtoi se me ftesë të sekretarit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Marco Rubio do të udhtojë sot për në Washington me vlerësim se ajo që do të ndodhë të premten është histori politike në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Amerikës, dhe se ekonomia, qytetarët si dhe pozicioni dhe reputacioni ndërkombëtar i Serbisë do të forcohet edhe më tej. Drejtori i Institutit të Drejtësisë së Kosovës Sehat Miftaraj deklaroi sot se Shqipëria do të mbyllë 3 kapituj negociues në procesin e antarësimit të Bashkimin Evropian, ndërsa kërkesa e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian e paraqitur në vitin 2022 ende është mbuluar me pluhur. Miftaraj deklaroi se zyrtarët e Bashkimit Evropian e ftuan kryeministrin e mandatin teknik Albin Kurtin të shkonte në Bruksel dhe të fshihente pluhurin nga kërkesa. Me këtë nivel korrupsioni në qeveri dhe këtë lloj keq menaxhimi, ajo kërkesë e harruar nuk do të merret në konsideratë as në vitin 2030, shkroi Miftaraj. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mori pjesë së bashku me kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku në një takim me kryeministrin e mandatin teknik Albin Kurtin për të diskutuar koalicioni pasgjedhore, por për momentin nuk është e qartë se në çfarë cilësie mori pjesë ajo në atë takim, shkruan portali Kallxo. As antarët e zgjedhur të Lidhjes Demokratike të Kosovës që portali kontaktoi nuk dhanë përgjigje për këtë pyetje, dhe kreu i partisë Lumir Abdigjiku, largimin e të cilët po kërkojnë disa komisione të LDK-s, deklaroi se Vjosa Osmani mori pjesë në takim si bartëse e listës së LDK-s në zgjedhjet e 7 qershorit. Serbët e zhvendosur nga krajishta pranë Lipjanit, vendit të cilit u dëbua në vitin 1999, u mblodhen në kishën e përdosur të shtrigave të shenjta të Kozmas dhe Damjanit për të shënuar lavdinë e tempullit. Edhe këtë vit liturgjia u ndërprej nga muzika shqipe që lavdëronte ish udhëheqësit e të SQK-s, i cila vinte nga një shtëpi aty pranë. Liturgjinë në tempullin e përdosur shërbya nga prifti i Lipjanit Dragisha Jerinić, i cili theksoi se është i kënaqur me numrin në rritje të serbëve që mblidhen çdo vit. Kryetari i autoritetit të përkohshëm të komunës së Lipjanit Milan Joksimović shprehu kënaqësinë e tij që edhe 27 vjet pas dëbimit, banorët e krajishtës vinë rregullisht për të festuar lavdinë e tempullit në fshatin e tyre. Në sallën e kuvendit komunal në Zubin Potok, të organizuar nga organizata jo qeveritare aktive, u mbajt një takim mbi statusin e tokës, shpronësimin dhe objektet në zonën e liçenit të Gazivodës. Kryetari i komunës së Zubin Potokut, Milo Shperović, tha se komuna nuk ka dhënë leje për prishjen e shtëpisave në atë zonë, ndërsa drejtori i kompanisë Iber Lepenac Faruk Mujka tha se pronarët e shtëpisave po kërkojnë përgjigje në lidhje me çëndjen e pronësisë dhe se qëllimi i kompanisë është ta kthejë pronën e saj në gjendjet e mëparshme.
Më 26 qershor, kompania Ibar Lepenës dhe Ministria e Planifikimit Hapësinor me ndihmën e Policisë së Kosovës filluan prishjen e 5 shtëpizave në pronësitë e serbëve pranë liçenit të Gazivodës. Moti nesër në Serbi do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë në shumicën e pjesëve të vendit për paraditën e verit e Vojvodinës dhe në mesditës dhe pasditën e rajonet e tjera pritet zhvillime lokale me vranësira, pritet shfaqja e shiut afatshkurt ose reshje me bubullima. Temperatura më e ulët e ditës do të jetë nga 13 deri në 22, kurse ajo më e larta nga 31 deri në 34 gradë Celsius.